të grumbulluar rreth kapedanit. Ushtarët i kërkonin që të përlesheshin. Por ai, duke menduar se nuk duhej filluar me asnjë mënyrë nga shpatat, përpara se të shihej se mos kish mundësi, mendoi një rrugë tjetër, ku buri fre dëshirave të tyre, derisa ata merrte vesh mirë mendjen e atyre të qytetit, se gjerë në shkop kishin vendosur të ngulnin këmbë në qendresën e tyre për të mbrojtur muret. Dërgoi me anën e dy ushtarëve, po ato kushte dorëzimi që populli i Svetingradit kishte pranuar më parë nga sultani. Turqit, duke përbuzur me guxim kërkesat e tij, u përgjigjen se qyteti e kishin blerë me gjak. Mund ta shtinin vetëm me gjak, jo me fjalë. Kështu, ai mund të jepte sa çmim për blerjet, trupat e luftëtarëve dhe kokën e vet, dhe padyshim do të merrte vesh se avare besnikëria e tyre nga i pus uji, si ajo Dibranëve pak më parë. Kur e pa se përgjigja që mori si sillte asgjë të re, apo të papritur, i la më një llafet për të mbushur mendjet dhe rrëmbeu armët, tamam si një kundërshtar i vërtet, ashtu si e dëshiron që parë ushtarët e tij. Dhe në mëngjes, me të zbardhyer e pasi zbriti rreth mureve forcat e veta, gëshua kundër fshatrave rreth qytetit, që u ishin caktuar Svetingradasve, dhe që me sulmin e parë i shpalltalloi dhe u vuri zjarr. Shumë nga banorët, kur pan tanët, u hodhën me një herë me shokët e vet të vjetër dhe të një gjaku. Të tjerët, të shpërndarë sa ndej këndej rreth mureve, mbrojshin nga rjohet që ishin vendosur sipër tyre. Gjithashtu, edhe ndërtesat që ishin më pranë qytetit, mbetën të padëmtuara, përveç atyre që ndodheshin afër njëra tjetrës, dhe që i përlau zjarri duke kaluar nga njëra tek tjetra. Këtu tërbimi i luftës nuk shkoi më tutje, për arsye se banorët barbar atje ishin të paktë. Kurse të gjithë pothuaj ishin qytetarë të vjetër dhe i periudhë, kundër të cilëve, edhe pse u sqenin me sa duket gjenën armiqësore, prapse prap tanëve paliste duart mëshira, duke shmuar jo nga gjendja e tanishme ndjenjave të tyre, por nga ajo e mëpashme.